Fshatrat e Maqellarës në Dibër vijojnë të vuajnë mungesën e ujit vaditës të cilin para viteve 90 e kishin nga të gjitha anët. Një ndër fshatrat që ka mbetur në të thatë është Vojniku, i cili dikur vadiste me rezervuarin që gjendet mbi fshat, por prej 3 dekadash ai është jashtë funksionit. Banorët e Vojnikut thonë se kërkesat e tyre në këto vite demokraci kanë rënë në vesh të shurdër nga pushteti vendor, ndërsa tani rezervuari është kthyer në vend depozitim të ujrave të ndotura dhe nuk përdoret më për vaditje. Rezervuarin e maj mend që ka qenë mbushur plotësisht me ujë, po ka disa vite që është i thatë, nuk mushet më. Tu ka veç kanale ujta vetëm lidhëm të. Ama këtu, liqen, një fjetë, ka prej të tokat që këtu afër. E dherë ndrinj, i kam nërma, i kap, vaditeshin. Të që nuk ka. Një nëse një ka qenë, mushës një këtu, mushës e më ujë. Të prote, sot nuk ka. Banorët kanë humbur shpresat se veprat vaditëse do të rikthehen në shërbim të tyre, ndaj dhe pjesën më të madhe të tokave bujqësore e kanë lënë ndjerr.